Ajo çka tjetër po benoj që i shqetëson njerëzit është ka shumë persona, unë e kam edhe unë atë, po e tham ves, po m'bjen men një fjalë tjetër, me marr terapi kur e ki caktuar një kohë. Edhe persona të cilët dojnë me ikë këtyne terapisë medikamenteve këtyne, por kanë probleme të lehta dhe prandaj munden me vendosa pipin as pipin. Ndoshta rekomandohet pak më shumë këtë tretman. Po, të njerëzit të cilët nuk janë t'rregullt në tretman, është terapia më efikase. Se kanë qatë disciplinë, ose s'dojnë me fokusu trunin e vetë që ka një medikament që janë varën. Sidomos antidepresanti, duhet më marrë me rregull ose hiq. Ose hiq. Një ditë që harrot, i bjen shumë niveli ti, duhet me prit mandej 2 javë derisa të vjen në nivelin para prak, për me mujt me arrit simptomat. Dhe njerëzit e tillë të cilët domethënë kanë frikë ilaçin, lirisht mundin me përdorë të mësën tek ne. Për shkak se nuk ka kur fare efekti anësor, vetëm me kush që nuk ka kundër indikime që i thash. Nuk kanë metale në trup, nuk kanë ai tumor në kokë, nuk është shtatzan, edhe mbi moshën 6 vjeçare. Edhe të moshuarit munden apo? Po. Nëse vetëm patjetër kemi shumë të moshuar që e bëjnë. Kanë nevojë, po.